Herën në Itali, nëna u gjetë mbytur në det i biri 8 vjeçar i vrarë në banesë. Autoritetet italiane kanë zbuluar mbrëmjen e djeshme 2 viktima në bir në zona të ndryshme të Salentos. Një grua 35 vjeçare, Najoa Miniti, u gjetë në det pranë Torre del Orso nga një zhytës që njoftoi roje mbregdetare. Ndërkohë, në banesën e saj në Kalimera, karabinierët konstatuan të pajetë të birin Elia Perone, 8 vjeç, i cili kishte shenja dhune të shkaktuara me një mjet të mpret. Babai i fëmijës kishte njoftuar autoritetet pasi nuk po arrinte të kontaktonte me ish bashkëshorten as me djalin, ndërsa voglushi nuk ishte paraqitur në shkollë në mëngjes. Prokuroria e Lecces po heton pistën që Miniti mund të ketë vrarë fëmijën dhe më pas të jetë vetë hedhur në det, por priten rezultatet mëtejshme dhe verifikimet të plotësuara nga autopsia. Sipas dëshmive të pararrethorës 12:30, ajo ka pasur një debat në telefon dhe më pas është larguar me makinë. 2 orë më vonë, trupi i saj u gjet në det. Miniti, e cila punonte në restorante turistike, thuhet se kohët e fundit po kalonte vështirësi personale dhe ekonomike. Në rrjetet sociale vetëm pak javë më parë ajo kishte postuar një foto familjare duke shkruar "Jemi mirë, her pas here harrim të mblidhemi të gjithë bashkë".